wasallam. Dhe ne lusim Allahun që të gjitha këta dhunti, mirësi dhe begati të jenë dhe të derdhen edhe mbi ata të cilët e ndoqen dhe ndjekin rrugën e tij, sunetin e tij, përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tija profetike deri në ditën e fundit. Nuk ka as pak dyshim se atë që Allahu xhelleshanu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humb, lajthit, largon dhe devijon. Dhe atë që Allahu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humb, nuk ka kush që e udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut, udhëzimi më i mirë është i Muhamedit. Veprat e sherrit janë risit dhe bidatet të cilat çojnë në humbje, e humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Dhe zër të dashur në Islam, kjo është hutbja e 4 dhe e fundit sa i përket thirrjes së Allahut, thirrjes së parë në surën El-Hujurat. U rikujtoj edhe një herë thirrja e parë që surja Hujurati kishte 5 thirrje drejtuar muslimanëve, besim drejtëve musliman dhe një ja ka drejtu Allahu mbar njerëzimit. Ne deri sot në 3 hutbet e kaluara kemi fol për thirrjen e parë. Dhe kjo tham me kaq do t'i japim fund thirrjes së parë, ku Allahu thot ja ejuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. O besim drejt, mos paraprini para Allahut dhe të dërguarit të tij. Dhe më thonë Muhammedit a.s. Kini frikë Allahun, se Allahu xhelleshanu është gjithë dëgjues dhe është gjithë shikues. Dhe zër është një komentim i mirë i një ajetit madhështor, ku dietarët islam këtë ajet e kanë quajtur mburoja apo garanca nga dënimi Allahut subhanahu wa ta'ala, ku Allahu xhelleshanu thot në Kur'an: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allahu i tha Muhammedit a.s. mos ki gajle, se unë e mushrik të Mekkes, edhe pse janë mushrik, edhe pse të sulmojnë, edhe se fjalën tënde nuk e pranojnë e të përgënjeshtrojnë, pasi që ti apo derisa ti e në mesin e tire, unë nuk i dënoj ato. Nuk i dënoj. Dhe kjo lloj garance dhe mburoje të qenurit e Muhammedit a.s. mesin e muslimanëve ishte mburoje dhe sigurin nga dënimi Allahu xhelleshanu derisa vdiq. E pastaj Allahu la dhe një garancë tjetër: wa ma kana Allahu mu'adhibuhum hum yastaghfirun. Dhe përsëri Allahu nuk i dënon cilët musliman derisa ato kërkojnë vazhdimisht falje nga Allahu subhanahu wa taala. Unë do ta bëj vëllezër komentin e pjesës së parë të këtij ajetit. Kush ishte pjesa e parë? Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Asesi Allahu nuk i dënon ato derisa ti je në mesin e tyre. Shiqoni Ibn Abbasi çfarë komentimi ka dhënë, po ashtu edhe nxënësi i tij Mujahid ibn Jabr, edhe nxënësi tjetër Ad-Dahhak. Ka thonë, a e dini çka do të thotë fjala Allahu dhe Allahu nuk i dënon ato musliman derisa ti je në mesin e tyre. Ka thonë, ka të bën edhe pas vdekjes së Muhamedit a.s. Nëse muslimanët e zbatojnë sunetin, e ndjekin traditën e Muhamedit a.s., Allahu nuk i dënon ato. Kjo është garancë, thot Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhuma, dhe Mujahidi dhe Dahaku, dhe me thonë, zbatimi të qenurit e sunetit pejgamberit a.s. prezent në mesin e muslimanëve është garant dhe mburoje nga dënimi Allahut subhanahu wa ta'ala. E kur të largohet kjo, vjen dënimi Allahut madhështor që i përfshin të gjithë njerëzit. Vëllezër, për çështjen mos paraprirja, mos dalja para Allahut dhe pejgamberit a.s., a e dini edhe çka ka me cilën ka të bën? Edhe me lutjen kur muslimani bën lutje. E ka nxjerr Imam Tirmidhiu në sunenin e tij nga Fadalet ibn Ubayd radiallahu ta'ala anhu qal: Bejna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'id idh dakhala rajulun fasalla faqa'ada faqal Allahumma ighfirli Allahumma irhamni. Thot ki sahabiu, derisa ish Muhamedi alayhis salam në xhami, ishte ulur. Hini një person, shiqoni vëllezër, ka hinë në xhami, ka fal namaz, ka përfundu dhe i qaj durët dhe pak me zo. Or Allah më fal, or Allah më mëshiron. E ndëgjaj Muhamedi a.s. dhe tha: Ejuhel musalli,
idha sallejt, mbanja mend porosin, idha sallejt, më thonë bo që janë namaz nafile, idha sallejt, fe qaat, nëse e falesh, pastaj ulesh, fahmedillahe bima huwa ehlu, wa salli aleja, thumme dhu. Kur të falish namaz, fillat duke laft falenderu Allahun ashtu siç i takon atij laft falenderimi. Pastaj dërgom famu salavate dhe pastaj bë dua. فدخل بعد ذلك رجل آخر فصلى فقعد فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا ادعو يا أيها المصلي ادعو تجب. Hini tha pastaj tha një person tjetër, një musliman, një sahabi, shqitjoni asë njonit prej tive nuk ja di me emrat. Hini dha i fali namaz, ull, edhe i qëj durët, nuk e dinte çka ka ndodhur me këtë parin, i qëj durët dhe fillaj të bëne dua. Si fillaj? E falenderoj Allahun, i dërgoj salavat e Muhamedit a.s. pastaj bëni dua për vete. E Muhamedi a.s. i tha, ejuhel musalli, o ti namaz bërës, ud'u tujab, ti bë dua se ti ka me të pranu. Dhe me thonë edhe në dua, mos me parapri, me lutjet e tua, pa e falenderu Allahun, dhe pa i dërgu salavate Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Tjetra vlezër, mos paraprirja para Allahu dhe Muhamedit aleyhi salam, ka të bën që as kënd mos me vënduar, sa i përket dashuris para Allahu dhe para pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ato e zojnë vendin e parë. E kanë gjerë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimin sahihet e atire të dive, nga Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu anin nebiji sallallahu aleyhi wasallam e qal. Qale Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, thalathun men kunne fihi, wajada bihinne halawet el iman. Kush prej besimtarve i posedon këto tre cilësi, në përmjet këtire ka me shiju ai cilën ëmbëlsirën e imanit. Wallah, imani ka ëmbëlsirë. Dhe nuk ka diçka çka ka ëmbëlsirën më të mirë se imani, se besimi. Kush i ka këto tre cilësi? E para, en yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Të jetë Allahu dhe të njëjtën vend. Të jetë Allahu dhe i dërguar e tij bashk. Allahu xhalleshanuhu nuk knaqet dhe nuk i bëhet qefi nëse ato subhanahu wa taala e don më shumë dhe nuk e don pejgamberin alayhis salam aq sa duhet bashk. Nuk e don Allahu një gjë të tillë. Të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më të dashur tek ti se sa çdo kush tjetër. Nuk ka nevojë me radhit tash, se çdo gjë tjetër. Cilësia e parë, e dita. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Dhe kur ta den dikon prej muslimanëve, ta donë vetëm për hir të Allahut, pa asnjë farë interes. Edhe me qenë më i varfëri, edhe kur me ditë se prej këtij nuk ki interes, nuk ki dobi, nuk mundet me të ndihmuaj, i varfër, i dobët, tonat i ka. Por nëse e don ta dush për hir të Allahut, jo atë tjetrin pse ka pasuri, është më i fuqishëm, ka poste ku ta diun, atë e don më shumë e thot du për hir të Allahut. Allahu na din neve. Allahu i din zemrat tona, cilën e don për hir të Allahut dhe cilën nuk e don për hir të Allahut, po ashtu i shfaqesh. Dhe kur ta dresh dikon duhet ta dush vetëm për hir të Allahut. Dhe e treta, wa an yakraha an ya'ud fi al-kufr ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Dhe ta urene kufrin, mosbesimin, daljen nga Islami. Sa ta urene edhe më shumë se sa uren, gjujtjen me hedh dhe kush këto në zjarr sa uren, kthehesh mbas, o lufton deri momentin e fundit. Dhe në këtë moment besoj, edhe nëse mlidhen 10 persona, nuk besoj se mund që arrin qëllimin me gjujnë zjarr. Po ti atëherë t'jepet një fuqi e madhe, një vullnet i madh, pse e shputon shpirtin, aq duhet me hik besimtari nga kufri, nga shirku dhe nga gjëra që e dëmtojnë imanin. Prandaj vëllezër, tash une do të vi i thonë arabisht Bejtul Qasid. Çka do të thotë kjo Bejtul Qasid? Fundi i tërë këtire çka kemi thonë 4 hutbeve deri sot. Këto çka do t'i thonë, vëllezër besoni, të janë një punë si ai i cili e tundën, për shembull, don me përfitu çka të linë, e tundën për shembull, qumshtin, valltin, ato e tundën me botlin, apo si ajo bleta, lodhet, raskapitet e kështu me radh, me nxjerr mjaltën. Kjo çka do ta them tash, është mjalt, me të vërtetë. Kjo është gjithë ajo që kemi që
Prej këtyre çka I kemi thonë, kemi arrit këtë rezultat. Dhe një gjë e tillë është kombinim, mbledhje, nga gjithë argumentet, nga fjalët e dietarëve, e nga gjithë ato, që kjo është shumë diçka me rëndësi. Shiqoni vëllezër, imamët e ndershëm, si Ebu Hanifja, Imam Maliku, Ahmedi, Imam Shafiu e tjerë, në çështjet të cilat kanë qenë ato unik, ka qenë fjala, si që ka thonë Ebu Hanifja, idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Kur hadithi ose I sakt, ka thonë Ebu Hanifja, që është madhhabi jam. Shiqoni çka ka thonë Imam Maliku tash. Laysa ahadun minna بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. Imam Maliku duke qenë xhamin e Muhamedit alayhis salam ka thonë s'ka njeri prej neve, edhe prej ative që kanë kalu para nesh, prej tabiinëve, tabiin, prej sahabeve, prej gjithëve, që fjala e tyre mirët, por edhe refuzohet. Por pos fjala e këtij që është këtu ke kivari. Kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shiqoni Imam Shafiu rahimahullah ka thonë edhe ai një fjalë shumë të madhe. Imam Shafiu thot: "Ajma'a al-muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yad'aha li qawli ahad." Janë bothët unik gjithë dietarët islam. Të gjitha kohrave. Se kujt I bëhet e qartë sunneti, tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk I lejohet, nuk e ka halal, e ka haram, talon e fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për fjalën e kujt do që tjetë. Imam po s'ja ka qëllu. Nuk ja ka qëllu. Edhe ai tjetri s'ja ka qëllu. A është e mundshme? Nuk I lejohet të talon e fjalën, sunnetin, traditën e Muhamedit alayhis salam për fjalën e dikujt prej njerëzve. Kush do që tjetaj? Imam Ahmedi rahimahullah ka thonë edhe një fjalë shumë të madhe. Men radda hadith Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala shafa halkatin. Kush e refuzon një hadith pejgamberit alayhis salam, ai është mbush shkatrimit. S'ka mbet më edhe pak edhe ai do të shkatronë. E tash vjen vëllezër ajo që ka I bona pak një parathonje, mjalta dhe të lini. Shiqoni vëllezër, dinja çka është puna e medhhebit? Çfarë roli ka medhhebi në islam? Medhhebi në islam është vetëm se një rrugë, është vetëm se një mjet, nëpërmjet të cilit arrihet te qëllimi final dhe arrihet te stacioni I fundit, por disa herë nuk arrihet. Prandaj medhhebi nuk ka qenë asnjëherë dhe nuk do të jetë ai vetë qëllimi final. A e kuptoni çka thotë qëllimi final? Nuk është. Medhhebi asnjëherë nuk ka qenë qëllimi final. Unë kam medhheb u kri. Por medhhebin imamat si e kanë zbatu për me arrit te fjala e Allahut dhe suneti Muhamedit alayhis salam dhe kuptimi atyre të dijave, ashtu siç ka vepruar Muhamedi alayhis salam. Një mjet, një metodë. Keri është mjet. Nuk do thotë se e kije kerin që tash, 1.5 edhe mritet e vendlindja jote në Kosova, në Shkupa, ku ta diun. Ai është mjet. Por atje kur të arish, atëherë ja ke arrit qëllimin. Çështu është edhe medhhebi. Tjetra, duhet ta dinë gjithë njerëzit se ndjekja e medhhebit nuk ka qenë asnjëherë dhe nuk është, dhe s'ka të bëne asnjëherë dhe nuk është rezultat se ndjekja e medhhebit është ndjekja e sunetit pejgamberit alayhis salam. Asnjëherë nuk ka qenë kjo. Ndjekja e medhhebit nuk do të thotë se ti e ndjek sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj do të tregoj edhe diçka e cila shumë me rëndësi. Aq e kanë fokusu do klerik xhamatin e tyre, sa që ai muslimon I cili nuk ka mezheb kurse nuk ka fe. Ti pa tjetër me pas dhe me thonë dëni mezheb. Kurse Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin. Një ditë Allahu ka me I tubu të gjithë dhe me ju thonë, si jeni përgjegjur të dërguarve të Allahut? Nuk thot Allahu si e përgjegje Imam Malikut ose Imam Shafiut ose atij tjetrit. Ata janë vëllezër si tash, imama, mos mendoni se vetëm këto, para këtiva, e din kush ka qenë? Ka qenë Sufjan Thauri, për medhhebi këtij u ka hub, nuk ka pas nxënës.
Dhe thotë se Sufjan Thauri, si kur të kish pas në zënës, si që ja mundësoj Allahu këtire 4 imamave, nuk dhe të kish pas sot në ruzullin toksor, me dhep më i sak dhe më i afër sunetit pejgamberit a.s. se sa me dhebi Sufjan Thaurit, po ashtu edhe me dhebi imam Auzait, Allahu qoftë dakord ndaj atire të gjithve. Prandaj Allahu Gjeleshanu shiqoni vlezër në varë, pitqet e para që dhe tjenë në varë, kush janë? Men rabbuk, kush o zotit? Ma dinuk, kush o feja jote? Men nebijuk, kush o i dërguar i jote? Prandaj, ata të cilët përpiqen, që në përmjet me dhebit, të arin unitetin dhe bashkimin e muslimanve, që një gjojë t'il nuk arijet, përse se është gabim, është një loj si qështja e ati personit, i cili përpiqet në përmjet partisë të ti bashkonet të bashkonet gjithë poplin, ti përfiton zemrat e poplit e kështu më radhë. Prandaj, edhe njëherë, fanatizmi bëhet fjalë. Fanatizmi dhe kryen e tësia që ki prej medhebeve është i sakti dhe nuk lejohet me u kundërshtu, një gjohë vinë kundërshtim pikës pari me cilën, vinë me fjallën e imamave, me fjallën e Abu Hanifës, me fjallën e imam Malikut, me fjallën e imam Shafiut, me fjallën e imam Ahmedit, me fjallën e gjithë djetarve në islam. Është kjo që e fundi që ka do të them, edhe me të vërtet kjo do të vjen si habi, a e dini vlezër, kur fillon fanatizmi me dhebor, tash dikush thot subhanallah, çka bon tabiinët pa me dheb, si jeton? A e dini se fanatizmi me dhebor, kur ka fillu? Pas vitit 400 si pas hijretit. Deri këtire 400 viteve, muslimant, Ebu Hanifja si Ebu Hanife, ka marrë prej mësusit ti, nxënësi i ti Ebu Jusufi, ka marrë prej ati qetrit, ka marrë dhe prej kujt, ka marrë dhe prej imam Malikut, ka marrë dhe prej imam Shafiut. A besoni kur është hap Andaluzia? Vitin 90 si pas hijretit, 711 si pas Isaut a.s. Fanatizmi me dhebor si pas djetarëve të islam, thonë ka fillu pas vitit 400 si pas hijretit, dhe pas shekullit, dhe me thonë shekullit 10, si pas Isaut a.s. Që sa vite kanë kalu dhe muslimant fare nuk kanë qenë fanatik me dheb. Nuk do thotë kjo se i kanë braktis fjallet e imamave. Jo valla, a i ka marrë prej Abu Hanifës, po të njëtë ko ka marrë prej imam Malikut. Nuk ka qenë atëhere njohur se që këto janë Shafi, këto janë Hanefi. U çliru Andaluzia, e dini kur kanë i muslimant në Andaluzi? Vitin 90 si pas hijretit. 90 si pas hijretit. Muslimant e çliru në Andaluzin, nuk ishte ati se tash brigada e parë janë Hanefi, atë tjerët janë Shafi, brigada 17 janë Shafi, gjithë janë falë bashkë. Dhe të gjithëve ju ka interesu si ka vepru Muhamedi a.s. Kush ja qëllon më shumë kujt hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shiqoni vëllezër, hini islami në Afrikë, nazi, shkojnë muslimant, Kutejbet ibn Muslim el-Bahili shkojnë kin. Pranonja tha islamin ose paguni gjizje. Nuk kishin muslimant atëherë me dhep. Muslimant nuk kishin atëherë të përqar. Ta shikoni sa janë muslimant përqar, sa prej hoxhallarëve e krinë studimet dhe kanë diturit madhe që i populli ka nevoj për diturinë e ti, a i nuk mund të punësohet se ti nuk je Hanefi, apo nuk je Shafi, apo diçka tjetër. A e shikoni se fanatizmi me dhebori përqan muslimant, i shkatron muslimant, i dopson muslimant. A e dini se fanatizmi me dhebor, a e dini deri ku arriti? A e pat imamin e Mekës, imam Mahir Muajkali, kur i vizitoj trojet Ilire, Dardane, në Kumanov, në Shkup, në Tetov, në Gostivar, pritje e madhe madhështore, me të vërtet. Elhamdulillah, tregon muslimant se e don Allahun, e don pejgamberin dhe e don gjepin i cili na përkundën neve që është Mekja dhe kibla jon, dhe i don imamet e Mekkes, hakikat pa kur far interes. Por një gjovë negative, ndoshta ishte e vetmja, e hasëm se çka bon fanatizmi me dhebor, të verbon deri sa e qoj, që të priten ngritja e durve në tekbir. Fanatizm, gjehel. Me thonë dhe pata që mos jazoj emnin ati qitetit, aq ishin koncentru që mos me elon imamin, para se me shku në ruqu dhe kur qohet prej ruquve, mos me egzistu ajo ngritja e durve, cilën hadith e kanë djerë, ma te përse 20 sahabe, 30 sahabe, si që ka thonë imam Aliu, Abdullah ibn Mesudi, e tjerë, që e kanë cek një gjotë të tilë. Pra ndaj vlezër, ne duhet na interesone qëllimi final
na intereson e stacioni i fundit, ajo e cila është si ka vepru Muhamedi a.s. Si e kanë kuptu sahabet, por edhe njeri kthena, me dhebet janë një rrugë që të qojnë deri atje, po disa herë dhe nuk të qojnë. Parasie se jo Imam Shafiu i ka ditë gjitha hadithet e Muhamedit a.s. Po e njëjta edhe bëhet fjalë edhe për Ebu Hanifen, edhe për Imam Ahmedin, edhe për Imam Malikun. Prandaj pejgamberi a.s. dhe këto ta përfundoj, është një hadith i gjatë, unë vetëm pjesën e fundit të hadithit do ta tregon pejgamberi a.s. se kur muslimanët përsëri do të udhëheqin botën. Ka thonë fjala e fundit të hadithit, wa satakunu khilafa ala minhajin nubuwa. Dhe prap inshallah shpejt ka me pas khilafet. Po me çka? Me cilën me thep? Me metodologjin profetike. Jo dhe me thonë kjo është ashtu, ajo është ashtu. Gjithë musliman do të jenë bashkë, me Kur'an dhe Sunet, nuk do të thotë se i braktisin fjalët e imamave, i marrin, mbështeten ato, por ati ku ato ja qollojnë. Lusim Allahun xheleshanu, na udhëzon, na forcon në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit alayhis salam.